Është të shkurt, nesër do flasim pak më gjatë për anën historike dhe për atë që përfaqëson këtë zonë, jo vetëm për Dardanin, për Kosovën e sotme, por për tanë trevat shqiptare të fillu prej në Pazardri e të marrë poshtë deri në Qëndrim, sigurisht Migjerit më natë me logikë për shqiptarë. Kudo kur rrahë në zemër shqiptarit, është e lidhur me këtë tokë. Ajo që ka në këtë tokë në vitin 1389 është thellësisht e rëndësishme për ne, sepse ishte me problemin me dhe e humun nga Arab Nord që kryesoshin qendrese kundër pushtuzve otoman, por ishte një moment reflektiv dhe një moment i lidhur shumë me familjen e Kastriot. Pikërisht në këtë komunë një plak 80 vjeçar që quhej Konstantin Kastrioti Mazrenku dhe ishte në kry të arbënorve bashkë në Musarë në gjithë kërë. A i dishë moshën 80 vjeçar pikërisht me 5 muaj qershor të vitin 1389 në këtë komunë, duke qëndruar për me mbrojtje trojet arbënore. Ky zotëri ishte shtërgjyshi i heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Quhej Konstantin Kastrioti Mazrenku. Sot ju kemi një festë shumë të rëndësishme që është festa e lirisë. Do vazhdojmë diskutimin nesër për këtë që folëm marrë. Liria nuk është e vëruar. Liria është e fituar me gjak. Ato kura që janë aty rreth shtret, sot edhe mund mos ishin aty. Por ato nuk i dhanë asnjë rëndësi. Se vërtet për atë unë kam qenë para një muaj gjysmë në Stokë, te nata Flagarante, edhe kena folur për këto tema, për temën e lirisë, që ka qenë gjithmonë gjëja më e shenjtë që ka pas shqiptari, që është në aktivitet. Dardania, Kosova, është jetë i shqiptarisë, është zemra e shqiptarisë historikisht. Por ka një merit madhe se i ka dhënë qytetërinë kontinentit tonë. Kontinentit tonë i ka dhënë qytetërimin e parë Romaku Perëndimor me Editin Emilianus dhe ishte një shqiptar i madh, një dardan i madh që banonte aty ku fillonte trulli shqiptar në atë kohë që i quhej Nish. Nish ishte nishi i shqiptarisë. E ky njeri ishte djali i shenjtës shqiptare që ishte Shëndeli. Quhej Konstantin i Madh. Ai që krijoi Konstantinopolin, Istanbulin e sotëm, për me i dhanë ilirëve të Dardanëve një kryeqytet tyre për me kriju edhe një herë atë perandorin ilire që kishte krejë përpara se Roma vetë të ekzistuar. Ishte një Dardan, edhe ishte sipas shkrimtarit madh, historianit madh Romës, Virgili, ishte një Dardan, ishte pra një paraardhës kosovare të sotëm. Ai ishte me Rome, sipas gjithë asaj që quhej Enea. Pra Dardanët kosovarë antik janë në thelbet të qytetërimit tonë. Unë për sot e mbyll edhe me një lajm që e ka shumë për zemër zotëria Ilire, çfarë Ilire, çfarë të karrierë, fantastike. Një lajm që e ka për zemër ajo, por sigurisht edhe zoti Flaçi që ne kena merë, ne kena ftuar të ti, sepse ti që është njeri shumë patriot. Dhe këto evenimente që i krijon këtë komunë të vogël me zemër të madhe janë sot në sytë tanë shqiptarisë. Ajo që po i thosha është për gjuhën tonë shqipe. Ju kam thënë para ditëve edhe në Prizren, ku i do që të me fut gjuhën e të hujme dhe gjuhën e të folën për diqme, nuk ka gjuhë tjetër, gjuhë të bukur se gjuhë shqipe. Gjuhë shqipe është gjuhë bazë. Çdo fjalë nëse i bëjmë etimologjinë e saj, të toponimive, emërvendeve në për Evropë, rezulton që janë të kuptueshme me shqipen. Me shqipen e sotit, imagjinojmë se çfarë vitaliteti, çfarë gjeti. Kena 5 vjeç që rrim mbrapa një projekti që besojmë
që ta shqojnë gjuhën shqipe herë të vonë në librin e UNESCO-s, si pasuri botërore e UNESCO-s, si gjuhë bazë e gjitha gjuhëve indo-europiane. Këtë faleminderit edhe asaj që ka marrë gjallë Alar Bresht, që ka marrë formën më arkaike të gjuhës shqipe, që ato vazhdojnë sot e flasin dhe është me krenari e flasin dhe shumë bukur kur i dëgjojnë në fshatët e tyre edhe sot e kësaj. Unë ju falenderoj, ju shumë rrofsh,